Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se erdhët. Përsëri jemi sot së bashku edhe për një tjetër recetë. Sot do të gatuajmë një pogaçe, i themi, pra këto janë një lloj pogaçeve, jo ato pogaçe tradicionale, por pogaçe të shpejta, të cilat janë ideale për të shoqëruar për një çaj për pasdite, mund ta shoqëroni edhe si drekë ose kur keni mysafir. Pa humbur kohë, vazhdojmë me përgatitjen. Fillimisht në njën më të madhe dhe më të thellë do të shtojmë 4 vezë të plota. Ju lutem bëni kujdes dhe vezët i keni një ambient dhume gjithmonë kur përgatitni me to receta të ndryshme. Menjëherë, pasi t'i shtojmë vezët, vazhdojmë që ta shtojmë jogurtin. Në disa vende më keni shënuar sepse si produkt nuk e keni jogurtin, lirisht mund që ta zëvendësoni me kos. Unë po përdor jogurt dhe në total do të shtoj 400 ml. Pasi e shtojmë jogurtin, vazhdojmë edhe përzijmë mirë, derisa vezët dhe jogurti të lidhen dhe të bëhen bashkë. Tani që i kemi përzier mirë, vazhdojmë që brenda të shtojmë vajin. Vaj do të përdorim 200 ml. Dhe pasi sot po e ndryshojmë këtë pogaçe, po e bëjmë më ndryshe, brenda tek pogaça do të shtojmë ose ajvar ose lutenic. Unë kam lutenic, recetën që e kemi përgatitur së bashku pak më herët. Dhe në total do të shtojmë brenda 2 lugë gjelle. Do të jap një shije jashtëzakonisht të mirë kësaj pogaçe. Vazhdojmë tani e shtojmë edhe mielin si gjithmonë e shtojmë pak nga pak dhe duke e kontrolluar, sepse sasia e miellit gjithmonë ndryshon nga marka e miellit që po e përdorni, nga masia e vezës që kanë qenë ndoshta më të vogla ose më të mëdha se ato që kam përdor unë. Në total njëherë do të shtojmë 10 lugë gjelle me miell të bardhë. Pastaj do shtojmë edhe pak miell misri. Do shtojmë 2 lugë gjelle me miell misri, një pako pluhur për pjekurina, 10 gram, dhe një lugë të mesme me kryp. Bëni kujdes me krypën, sepse këtu do të shtojmë pastaj edhe djathë, mos ta bëni shumë të krypur. Vazhdojmë tani e përzijmë dhe e shohim se a kemi mjaftueshëm të trash brumin. Nuk duhet ta bëjmë një brum të trash sikur për buk, por një brum të trash sikur për kek, pak më e trash se sa kikat për ëmbëlsira. Përzijmë mirë tani. Tani marrim 150 gram djathë të bardhë. Unë po përdor këtë djathin e bardhë nga marka Pënar, pasi më pëlqen shumë shija e tij. Vazhdojmë tani që djathin njëherë ta coptojmë në copëza më të vogla, mos na mbetin copëzat e mëdha, kur ta shtojmë tani tek pogaçja. Tani djathin e coptuar e shtojmë brenda tek brumi i pogaçës. Vazhdojmë që të shtojmë brenda tani edhe pak ullinj. Unë kam përdorur nga këto ullinjt që janë më të verdh dhe brenda të mbushura, diku 10 copë i kam prirë më holl. Mund të përdorni edhe ullinj të zi nëse keni dëshirë. Vazhdojmë i shtojmë edhe këto tani brenda tek brumi i pogaçës. Përzijmë mirë edhe një herë dhe tani me brumin e pogaçës e kemi gati për të vazhduar dhe për ta pjekur. Merrni një tepsi mesatare dhe poshtë tepsisë shtoni pak vaj që mos ju ngjitet pogaça. Për më shumë shije, unë sipër do t'i shtoj edhe pak susam. Dhe tani vazhdojmë që ta pjekim në furrë të parangrohur në 200 gradë, do ta pjekim diku afërsisht 20 deri në 25 minuta. Dhe të dashur miq, në këtë momente pogaçja është gati. Nuk kam mbetur më asgjë tjetër, veç se ta shërbejmë dhe ta shijojmë. Shpresoj që do ta provoni edhe ju, dhe ta shijoni bashkë me familjarët e juaj. Deri në video recetat e radhës, mbeteni të përshëndetur nga unë.